Një personalitet që shpesh e kemi parë në ekranet tona, i cili vazhdimisht zhvillon aktivitete kushtuar të drejtave të njerëzit dhe paqes ndërnjerëzore. Është ky Albert Hani, që krahas arsimit të tij, siç e quan ai formal, 20 vjet deri më tani ia ka kushtuar aktiviteteve dhe trajnimeve të ndryshme në fushën e të drejtave të njerëzit dhe paqes. E quaj veten fëmijë i tranzicionit. Me të drejtë një gjenerat shumë e dëmtuar nga tranzicioni i brisht, i cili nuk la asnjë mundësi për ne të rritë të gjejmë hapësirë dhe t'i theksojmë potencialet tona që i kemi. Duke parë se që ka ndodhur rreth meje që në gjimnas, me të drejtë do të kisha thënë, i hapa sytë dhe vendosa që të luftoj kundër një shoqërie e cila kriminalizoheshte me atë kohë. Synonja vetëm të luftoj kundër krimit, të gjej mënyra të luftoj kundër krimit, meqense nuk isha i kënaqur me thjesht ndodhit, me ato që ndodhte në qytetin tim, qytet të cilin e Strugën, flasim për Strugën, qytet të cilin e konsiderojnë si qyteti i poezisë, i romancës, i tolerancës, i mirëkuptimit. Dhe ato që shifnja në atë kohë të tranzicionit, flas për vitet e fillimin e 90-tave, binte ndesh me realitetin tim, binte ndesh me komunikimin që e kisha me shokët e mi në shkollën e mesme kryesisht, por edhe me kojshit. Me qenë se laramania ose diversiteti që ne reflektojnë në përditshmëri, nuk reflektoheshte në ata emocionet gjatë protesteve që i organizonin në atë kohë kundër njëri tjetrit. Vendosa të luftoj kundër krimit, vendosa të luftoj kundër dukurive që që në atë kohë i vlerësonja se duhet të luftohen. Prandaj edhe vizitova ose mbarova fakultetin juridik, duke menduar se gjithçka do të lulëzoj në momentin që unë do të kthehem, do të bëhem një gjykat si mirë i madh dhe me forcë të madhe t'i bie një grusht të madh krimit, korrupsionit, etj. Gjithë atyre dukurive sociale të cilët vlerësonja me të vërtetë se janë kanceri i shoqërisë tonë. Po u dëshprova mu në fund të mbarimit të fakultetit, kur kuptova më tepër se nuk bëheshte fjalë për edukim i cili ngriste vlera në mua si person i cili do të ketë mundësi ta luftoj. Por bëheshte fjalë për si të them, një farlloj edukimi ose një farlloj arsimimi si nga universiteti dhe shkolla, por edhe nga rruga dhe institucionet, të cilët më qonin në drejtim të mendoj se këtu nuk flitet më për drejtësi, këtu flitet për mënyrën se si do ta gjesh që ta korruptosh dikë. U dëshprova shumë dhe bile para se të mbaroj fakultetin, nisa të jem më aktiv në shoqërinë civile. Të drejtat e njerëzit ka qenë sfera ose tema e parë me të cilën jam ballafaquar dhe kam dashur ta trajtoj në mënyrën se si di unë. Dhe pata mundësinë të kyqem në disa organizata jo qeveritare. Në atë kohë flas në mesin e 90-tave, kyqja nëpër shoqata ose organizata ose asociacione qytetare ishte pak edhe si tabu. Shokët më thonin përse u ko, dil me ne kafeneve, të kënaqemi, mund të shkojnë të arë që është edhe në vende tjera duke luajtur futball e tjera. Po unë shkonja e mbajmend në atë kohë në qendrën e kompjuterave që u hap për herë të parë në universitet këtu në Shkup dhe thjesht aty mësova ta punoj edhe kompjuterin, mësova të komunikoj me botën në gjuhën angleze. Më vinte interesant, pata mundësi edhe të shëtis në disa vende europiane. Dhe thash se kisha nevojën unë që tani të shkoj të argjej kohën për kafene. Normalisht se ndodhte edhe kjo në ata, si thonë, rrethet shoqërore, mirë po, shifnja
është një të vlefshme ti përqendrohem, ti përkushtohem një ideali. Diçka më shtynte dhe më thonte se duhet energjinë që kam të harxoj rreth kontributit të ndonjë ideali, të ndonjë vizioni, të ndonjë ëndre. Unë nuk u dorëzova nga ëndra ime për të luftuar korrupsionin, krimin në shoqërinë time dhe vazhdova të punoj. Siç thash më parë, u kyça në një organizatë jo qeveritare, prej aty në tjetër, e cila më ishte me paqe, kështu fillova të kem mundësi her pas here të edukohem nga trajnues nëpër trajnime ndërkombëtare, trajnues eminent, të cilët më vonë më shtyn që të mendoj në një drejtim, në një kahje tjetër, të organizohem edhe vetë, të mbledh forcat edhe vetë dhe të filloj të nis iniciativa ose organizatë jo qeveritare e cila do të promovoj paqen, tolerancën, mirëkuptimin, po edhe të drejtat e njerëzit. Në atë kohë kam profesionalisht kam punuar në disa organizata jo qeveritare, me të vërtet me renome dhe jam krenar që kam qenë pjesë atyre historieve do të kisha thënë zhvillimore të shoqërisë civile. Flasim këtu për një eksperiencë prej më tepër se 20 viteve. Hapat e para i kam bërë në qendrën për bashkëpunim, qendrën maqedonase për bashkëpunim, një fondacion që sot mban renome të fondacionit jo vetëm serioz, por edhe një fondacionit më të madh në Maqedoni. Pastaj Nansen Dialog, qendrën organizatë norvegjeze, paqësore, me mision hynor të promovoj paqen në kohë të vështira, në kohë turbulente, në kohë kur ne friksoheshim të qasemi të tjerëve dhe të flasim lirshëm. Kanë qenë momente shumë interesante me cilët jam ballafaqur unë. Përveç Nansenit, pastaj qendra për menaxhimin e konflikteve dhe ja sot kam qenë po ashtu edhe në ambasadën e Zvicrës si këshilltar politik dhe ja sot këtu në organizatën gjermane prap promovoj paqen, tolerancën, mirëkuptimin. Domethënë temën nuk e kam ndryshuar mbi se 20 vite jam përkushtuar komplet kësaj teme, jo vetëm që i kam ngrit kapacitetet në këtë lëmi, por krenohem kur disa nga rezultatet e mia ose disa nga, për shembull, nuk do të kisha dashur të quaj produkte, po disa nga nxënësit ose pjesëmarrësit në trajnimet tona marrin poste nëpër qeveri ose nëpër media ose udhëheqin organizata tjera jo qeveritare të suksesshme. Kjo më bën të krenohem dhe të mendoj se diçka pozitive po ndodh. Çdo sukses përballet edhe me dështime. Siç thot Albert Hani, edhe ai është sfiduar nga dështimet. Kam pas, do të kisha thënë, me shumë suksese, po edhe shumë dështime. Kam pas momente me plot optimizëm, me plot emocione ku me të vërtet kam dashur të ndihmoj shoqërisë duke rrezikuar gjithçka, po edhe familjen time, vetëm që të shoh, ta nxjerr në pa ato emocione ose ato nevoja për paqë, tolerancë dhe mirëkuptim mes njerëzve. Këtu flas për marrëdhënie ndëretnike, marrëdhënie ndërfetare e tjerë. Po ka pas edhe momente ku jam dëshpëruar shumë. Ka pas momente ku me të vërtet s'ka mund të besoj se unë nuk mund ta luftoj atë atë frym, atë rrym që punon në mënyrë konstante kundër paqes, kundër tolerancës. Më kanë dëshpëruar shpesh herë shumë momente politike, po disi kam mbledhur forcë, do të kisha thënë më tepër nga rinia, mundet edhe nga naiviteti i tyre, se e di edhe vetë se punët me rizik më të madh që i kam bërë gjerë më sot, kanë qenë ata punë të cilët kanë kërkuar naivitet. Shpesh herë thonë në mesin e pjesëmarrëve në trajnime, po edhe në shoqëri se më është dashur një naivitet i madh
që ti ndërmarr ata hapa që i kam bërë në atë kohë, që i konsideroj të guximshme, i konsideroj si diçka që më hoqën atë drojtjen nga frika, më shtyn të bëj diçka që sot krenohem. Por, shpesh edhe mendoj, a do të kisha bërë sot të njëjtën gjë, dhe mendoj se nëse nuk e kisha pas atë naivitetin dhe atë energjinë e rinisë, nuk do të kisha pas guximin ta bëj atë që kam bërë më përpara. Duke shkelur, kapëruar nëpër terrene të panjohura, qoftë gjatë krizës në Kosovë, nëpër ato vende plot të minuara, ose nëpër vende ku s'jam ndjerë i mirëseardhur, ose jam ndjerë si armik i dikujt, dhe jesh dashur me aftësitë e mia komunikative ti zbus situatat. Krahas angazhimeve të tij në shoqata, Albert Hanin e kemi parë edhe në rolin e analistit politik. Titulli analist politik është titull, do të kisha thënë titull nderi, jo pse për mua ka ndonjë domethënie. Me të vërtet kam eksperiencë lidhur me politik bërjen, e di si funksionon pushteti, shteti, e di si funksionon qeveria, parlamenti i di në detale, jo vetëm që jam juriste etj. Po nderi është më i madh kur një gazetar beson se bën analiza objektive dhe analiza të cilët nuk do të thotë përherë se janë kritike. Analizat që shpesh herë janë edhe sugjerime për politikë bërësit, normalisht ne fokusohemi, ose për shembull themi se analisti mirë që ka hyrë që kritikon qeverinë, ky është më i miri. Të njëjtat gjëja, të njëjtat kritika ose sugjerime mund të paketohen në mënyra ndryshe, në mënyra tjera të cilët mund t'i kuptojnë edhe duhet t'i kuptojnë politikanët, po edhe njerëzit e rëndonjtë në këtë shoqëri në cilën jetojnë. Unë kam pas mundësinë që gjatë edukimit tim në fushën e edukimit jo formal të kem, si thon, qasje në trajnime për shembull për komunikim, për marrëdhënie me publikun, se këta janë aktivitetet me cilët ne miremi, nëse ne duam të promovojmë paqen, atë aktivitet duhet patjetër ta konsiderojmë në aspekte të ndryshme, po që nënkupton edhe bashkëpunim me gazetar, bashkëpunim mos edhe me dreqin nëse ka nevojë, vetëm që ta mbrim ose ta realizojmë ëndrrën që kemi menduar. Më ka ndihmuar shumë puna në shoqërinë civile, ta kuptoj mirë si funksionon sistemi politik, po edhe ta kuptoj mirë mentalitetin e politikanëve tanë. Për vete kisha thënë se në moment është shumë lehtë të anticiposh çdo lëvizje të politikanëve, nëse në analizë shtjellohen mirë dukurit ose fenomene që paraqiten lidhur me një temë. Meqense se konsideroj se nuk është gjithçka ashtu siç e shohim prej në fillim. Gjithçka ka ndonjë shkak dhe ka burime tjera të cilët çojnë në sipërfaqe të dalin tema ose fenomene të cilët ne nuk na pëlqejnë dhe më pas detyrohemi t'i analizojmë në mënyra tjera.